Një grup psikologësh nga Korça janë nënshtruar testimit të rilicensimit, i cili zhvillohet më datë 26 dhe 27 mars. Bëhet fjalë për ata profesionistë të cilëve u ka përfunduar afati i lejes së ushtrimit të profesionit dhe nuk kanë mundur të plotësojnë kreditet e duhura. Testimi i rilicensimit bëhet prej 3 vitesh si një mundësi për psikologët që të rimarrin licencën me një provim në rastet kur nuk kanë kohë dhe mundësi për të marrë kreditet e duhura nëpërmjet trajnimeve gjatë 5 viteve të fundit. Qëllimi është që të gjithë psikologët të cilëve ju ka mbaruar afati i lejes së ushtrimit të profesionit dhe nuk kanë mundur të plotësojnë për gjatë këtij 5 vjeçari numrin e krediteve të përcaktuara nga urdhri i psikologut, ju jepet mundësia për ta rifituar të drejtën e ushtrimit të profesionit duke u futur në provimin e rilicencimit, që të zhvillohet për gjatë këtyre 2 datave. Pyetjet janë të pasqyruara tek faqja e urdhrit të psikologut që në maj të 2023 ku u zhvilluar dhe provimi i parë i rilicencimit për psikologët. Grupi i parë i psikologëve i licencuar në vitin 2017 duhet arrinte një numër prej 80 kreditesh gjatë 5 vjeçarit, ndërsa grupi i dytë i psikologëve i licencuar prej qershorit të 2018-s e në vijim duhet arrinte 100 kredite. Urdhri i psikologut ka bërë një tolerim për këto kategori duke ulur numrin e krediteve përkatësisht në 70 dhe 50. Për të përfituar këto kredite është duke u kryer testimi i rilicencimit për të gjithë të interesuarit. Sipas koordinatores janë duke u shpërndar edhe kartat e antarësisë për psikologët e rinj, të cilat mund të tërhiqen nga të gjithë ata që kanë aplikuar.